Ditën që kuvendi do të ketë në rendin e ditës votimin e raporteve të Partisë Socialiste e Partisë Demokratike për imunitetin e Belinda Ballukut, mbështetësit e opozitës së drejtuar nga Sali Berisha janë thirrur në protestë para godinës, ku mbahen seancat plenare për të mbrojtur, siç thot kryedemokrati, kushtetutën e shtetin e së drejtës. Ftesa ime për mbar qytetar shqiptar, ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur kushtetutën, ligjin, dinjitetin kombëtar. Protesta para kuvendit është vetëm një pjesë e skenarit, pasi Berisha nuk përjashtoi as mundësinë që atë ditë ligjvënësit opozitar të ngujohen në kuvend. E vërteta është se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosurinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie, dhe asgjë nuk përjashtohet. Pasi antarët demokratë të Këshillit të Mandateve publikuan raportin ku rekomandojnë pranimin e kërkesës së SPAK, Berisha akuzoi kreun e qeverisë për bllokim. Ka shumë mundësi që kjo po ndodh, që ata po djegin afatin tremujor. Duke theksuar se nuk ka kthim pasi nga ajo që e cilëson kryengritjen paqësore, Berisha përsëriti kërkesën për dorëheqjen e kryeministrit si zgjidhje. Ripërsëris kërkesën e prerë të dorëheqjes së Edi Ramës si uzurpator i postit të kryeministrit të vendit. Në konferencë me gazetarët, lideri i opozitës u ndal tek dosja e Yrgyz Sagasit, teksa pretendoi se në të ka të dhëna edhe më të rënda se dosja famkeqe Epstein.